Përshëndetje miq të Shëndetit dhe mirë se erdhët në episodin e radhës ku do të flasim për një temë që përbën shumë rëndësi për prindrit, vonesën e të folur të fëmijëve. Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, ne kemi të ftuar logopedin Erges Eskiu, i cili do të ndajë me ne informacione të rëndësishme dhe këshilla. Doktor, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Faleminderit, kënaqësia ime. Për të nisur nga biseda, sot apo flasin fëmijët më vonë se sa normalisht? Ku e shikoni ju që është më problematike situata, pra si alarmante? Shiko, duke qenë se janë familje më të vogla sot, dhe prindit janë më të ndërgjegjësuar për të parandaluar çdo vështirësi tek fëmia, qoftë komunikim, qoftë edhe në shëndetin e plot, evidentojnë më tepër se rastet që vinë nëpër klinika janë më të shpeshta. Më përpara ka qenë një mini çerdhe ose një mini kopësh brenda familjes, sepse kanë qenë familje me 4, 5 ose 7 fëmijë, 8 fëmijë, dhe edhe nuk kishin shumë kohë prindër që të merresh me fëmijën më të vogël, por edhe fakti që fëmia më i madh, vllai ose motra apo vëllezër apo motra që ishin më të mëdha, ndikonin duke e nxitur fëmijën në mënyrë automatike për të folur. Fëmia e mëson gjuhën me anë të imitimit. Pra sa më shumë ndërveprim të ketë me fëmijët e tjerë, sa më shumë ai të ngacmohet apo të nxitet, qoftë edhe që bën logopedi më përpara e bën edhe vllai ose motra më e madhe, sepse një lodër që fëmia i vogël e do, edhe pa kur nuk e ka mundësinë ta shprehë me fjalë. Ai dëgjon më të madhin që thotë imja dhe duke pas këtë ndërveprim, fëmia i vogël mëson që të thojë edhe ai pronësinë, imja ose e dua, ma jep mua. Kështu që atë terapinë që sot e bën logopedi apo terapisti i zhvillimit, dje e bënte fëmia vllai ose motra në familje. Dhe ka qenë gjithkohës terapi, edhe ai fëmijë që zhvillon gjuhën me vonesë. Dhe normalisht edhe ecëria vinte më mirë ose problemi eliminohej më shpejt. Sot në që janë familje më të vogla, thash, edhe ngarkesa e prindërve shumë e madhe, sepse duhet shumë të punojnë për të siguruar një jetë më të mirë për fëmijët e tyre, ose një jetë më të mirë nga ata vetë kanë patur. Ngelet pak kohë efektive për të komunikuar, dhe alarmi ose krahasimi që ata mund të bëjnë me fëmijët e tjerë të afërmit të tyre, ose nga informacionet që marrin nëpërmjet rrjeteve sociale apo internetit, ata kanë predispozimin që të kërkojnë ndihmë edhe më shpejt. Kjo është arsyeja që nuk është se ka studime të mirë filli që tregojnë që është rritur problemi, por fakti që janë më të ndërgjegjësuar prindrit, kam një shtim rastesh nëpër klinika apo nëpër qendra shëndetësore. Po celulari çfarë roli luan, sepse dëgjojmë shumë shpesh prindër që e gjejnë si justifikim duke thënë që fëmia im nuk flet, ndoshta nga që rri shumë gjatë në celular, nuk ka këtë kontaktin me personat e tjerë, a ndikon? Po, por si fillim është problemi që vetë fëmia mbart. Pra, fëmia është i predispozuar ta zhvilluar gjuhën me vonesë, dhe teknologjia mbi vendoset, ose e agravon si problem. Për më tepër që ai shoku virtual që fëmia krijon me personazhe të ndryshme në video animacione, është egoiste dhe ai nuk e nxit fëmijën për të folur. Unë kur kontrolloj për shembull fëmijën tim, shumë pak video animacione apo pjesë shoh ku shoku virtual e nxit fëmijën. Pra ai e thot dhe pret nga fëmia që po e shikon që fëmia të imitoj. Shumica e rasteve video animacionet janë me personazhe egoist që vetëm ata flasin, vetëm ata veprojnë dhe fëmia qëndron pasiv. Duke qëndruar pasiv, nuk e nxit fort aparatin e të folurit, ose nuk i stërvit muskulaturën vokale të fëmijës që të prodhoj zë edhe të prodhoj sa më shumë fjalë. Pa diskutim që fëmijët që kanë predispozimin për ta zhvilluar gjuhën në kohë normale, ata mund të mësojnë shumë mirë edhe gjuhë të huaj. Pra në mënyrë simultane duke mësuar gjuhën shqipe, mund të mësojnë anglishtën ose spanjishtën ose italishtën apo ndoshta edhe kinezishën, varet se sa janë të ekspozuar. Por që teknologjia, thash, problemi kryesor ka që e lë pasiv në shumë të rasteve fëmijën. Edhe nga ana tjetër, duke mos vrapuar, duke mos e vendosur motorikën në punë, duke mos shpenzuar energji, akumulon tension dhe ky tensioni në moment caktuar mund të shpërthejë ndaj prindit ose ndaj vllait apo motrës tjetër. Ndoshta në raste më tipike janë kur i ndërpret aktivitetin. Pra pse më ndërpreve edhe nuk di të reagoj më qetë, por gjithaj tensioni i akumuluar shpërthen në revolt ndaj prindërve ose kujdestarit apo një personi tjetër.
E qartë. Ju folët pak për këtë pjesën e gjuhëve. Unë doja t'ju pyesja sepse shumë fëmijë sot nuk shohin në gjuhën e nënës përmbajtjet në internet. Si ndikon kjo tek e folura e tyre? Ose për shembull ka familje që shqiptarë kryesisht jetojnë jashtë vendit, pra fëmia gjuhë tjetër dëgjon në shtëpi, gjuhë tjetër në kopsht, apo në institucione, dhe gjuhë tjetër në telefon. A ndikon kjo tek zhvillimi i të folurës tek fëmia? Po. Ka raste për shembull ku vajza që jetonte në Tiranë dhe kishte zhvilluar mirë perfekte anglishten. Mirë, po kjo e pengonte jashtëzakonisht shumë edhe për çështje karakterit të saj, edhe për një mungesë besimi të saj në raport me bashkëpunëtorët në shkollë. Nuk mbante mend asnjë emër të shokëve dhe shoqeve të klasës, kur ishte në klasë parë, sepse nuk arrinte të komunikonte dot. Dhe duke patur një karakter më të dobët, që nuk e superonte dot atë vështirësi që kishte, ajo kishte vendosur një lloj barriere komunikimi me të tjerë, dhe kur ti e pyesi se si e ka më shoqja nuk e di. I don't know është më shumë. Pra, e pengon në komunikimin gjuhën shqipe, por ndikon edhe në komunikimin ndërveprimin social. Pra ajo pothuajse nuk njihte askënd aty ose nuk komunikonte me askënd. Dhe ajo është një lloj mbyllje vetmie dhe një lloj stresi që akumulohet, por nga ana tjetër fëmia nuk zhvillohet në aspektin social. Vetëm kur prindi u detyrohet të çonte në një shkollë anglishtfolse, aty situata ndryshoi komplet sepse aty ndihesh familiarizuar. Pra momentin që fëmia qoftë kur jeton jashtë shtetit, edhe ekspozohet në atë gjuhë, ose qoftë kur jeton në Shqipëri dhe ekspozohet në një gjuhë tjetër, në raport me gjuhën mëm, ai familiarizohet me gjuhën e dytë. Edhe gjuha shqipe kalon e dyta. Gjuha e parë për të, gjuha amtare ose gjuhë mëm për të bëhet gjuha në cilën ai qëndron ose mendon edhe logjikon gjithë kohës. Është ekspozuar në anglisht dhe ai ndihet një anglishtfolës ose në gjuhë të parë ndjen anglishten. E pengon gjuhën shqipe sepse le pasive. Nëse do i mësoni të dyja gjuhët njëkohësisht, do të ishte avantazh shumë i mirë për fëmijën, tregon që ka një performancë shumë të mirë dhe fëmia ka mundësi, duke mësuar më shumë gjuhë, ka mundësi të marrë më tepër informacion në gjuhë të ndryshme, plus ka dhe një përqendrim shumë të mirë dhe mund të avancojë ose mund të jetë suksesshëm në shumë fusha. Sepse nuk është mbi ngarkesë dygjuesia për multilingualizmi. Bëhet problem vetëm kur fëmia ka vështirësi në mësimin e gjuhës dhe gjuha e dytë dominon edhe bëhet pengesë për gjuhën kryesore, sepse duhet të ndërtoj marrëdhënie sociale, duhet të mësoj, duhet të ecë akademikisht në ambientin ku po qëndron. Pra jo gjithmonë nga prindi duhet shihet si një fitore, le të themi kjo. Jo. Nëse nuk po i mëson në mënyrë simultane nuk duhet. Ja them gjithmonë pacientëve të mi, nëse keni vendosur të jetoni në Shqipëri, atëherë stopojeni gjuhën e dytë dhe forconi gjuhën shqipe. Nëse pastaj jetojnë jashtë, deri në moshën 6 vjeç maksimum që është vendosur mirë, ose ndoshta edhe më përpara kur e ka mësuar mirë gjuhën e atij vendi, atëherë mund të filloni me shqipen. Momentin që dikush mund ta kritikojë më që mungesë patriotizmi, por e rëndësishme është shëndeti psikologjik edhe zhvillimi i fëmijës. Momentin që fëmia jeton në një ambient huaj, në një shtet tjetër, mirë është që të mësoj njërin gjuhë që të zhvillohet akademikisht, të lidhet me shoqërinë dhe gjuhën shqipe patjetër që do ta mësoj në një moment caktuar. E rëndësishme është që të eci me zhvillim akademik. Në qartë. Doktor, ndalim sërish tek vonesa në të folur, kur prindrit duhet shqetësohen? Pra kur është një moshë kur fëmia duhet filloj të flasë fjalët e para ose të ndërtoj fjali? Pra kur duhet filloj një prind? Në moshën 1 vjeç, sepse tani edhe para një jave më erdhi një fëmijë që ishte 1 vjeç e 2-3 javë. Dhe ishin të shqetësuar pse nuk flet. Nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Në moshën 1 vjeç janë 3 fjalët e para. Mama, baba dhe dada që simbolizon dalin për jashtë. Do të dalin në natyrë, do të arkëtohet. Nëse këto nuk kanë ardhur, edhe komunikimi me sy është shumë i mirë, fëmia të komunikon edhe me gestikulacion ose të merr pedore për të kërkuar diçka, të kthen shikimin apo të kthen reagimin në momente kur ti e kërkon apo e thret. Ne kemi intolerancë deri 15 apo 18 muaj për fjalën e parë. Por nëse kjo s'ka ardhur, thash shikojnë elemente të tjera. Edhe pas moshës 15 muaj, për shembull, mund të bëhet një kontroll me neuropediatrin e zhvillimit ose me logopedin, për të parë nëse kemi diçka për të parandaluar apo për të trajtuar. Në moshën 2 vjeç, fëmia do të ketë fjali me 2-3 fjalë. Pra, sipas normës, mund të vijë më shpejt, kur fëmia ka një zhvillim të folurit më të mirë, por që nuk ka për të shqetësuar.
në qoftë se thash komunikimi jo verbal i fëmijës është i vendosur. Për në qoftë se fëmija të qesh, fëmija të ndërvepron me ty, nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar, thjesht duhet nxitur akoma më tepër për të folur. Që normalisht çdo prind duhet i dedikojë të paktën gjysmore në ditë komunikimit efektiv me fëmijën. Sa e rëndësishme është që prindrit të komunikojnë me fëmijën edhe kur ai nuk arrin dot të komunikojë? Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme sepse thash më përpara që fëmia mëson me antimitimit. Dhe sa më shumë të dëgjoj për prindrit ose prej kujdestarit apo prej vllajt apo motrës më të madhe, ai aq më tepër ka mundësinë që të zhvillojë të folurën. Për shembull, po të kthehemi në antikitet, një mbret grek për të vërtetuar nëse gjua greke ishte gjua universale apo jo, i mori 10 fëmijë dhe i vendosi në një stall ku jetonin delet. Dhe i kërkoi shërbëtorëve që të mos i komunikonin fëmijëve, por thjesht i ushqenin. Si përfundim, dhe mos kishin as kontakt fizik, pra të mos i jepni përkëdhelje, mos i jepni dashuri. Në përfundim, 7 fëmijë ndruan jetë, sepse ndiheshin pothuajse të braktisur, ndërsa 3 që ishin më të fortë fizikisht, domethënë më të fuqishëm, mbi jetuan por blegërinin në fund. Pra, në qoftë se do i komunikojmë sa më tepër, fëmia do të mësoj qoftë gjuhën shqipe, qoftë gjuhë të tjera. Nëse nuk do komunikojmë, pastaj më pak mundësi do të ketë për të zhvilluar të folën. Pavarësisht se edhe nëse prindi do komunikoj, ai do e marrë informacionin, do dëgjojë fjalë mbashkëpunëtarët ose ka televizori, por që sa më shumë nxitet të ketë, aq më shumë zhvillohet e folura. Po vonesa në të folur, ku mund të jetë shenje autizmit ose ADHD-s? Sepse shpesh gjëja e parë që u shkon mendje prindërve kur fëmia ndeshet shpesh herë. Domethënë prindrit po ka dhe gabime të personelit shëndetësor ose të psikologëve apo terapistëve që nuk e evidentojnë korrekt shenjat e autizmit edhe një vonesë gjuhësore të lehtë, sepse vonesa gjuhësore si diagnozë vendoset në moshën 5 vjeç. Pra ti prej deri në 5 vjeç dhe shikojnë që ka një vonesë të rëndë gjuhësore ose një vonesë lehtë, por defekte shqiptime, defekti artikulimit që është deri në moshën 2-3 vjeç. Në qoftë se nuk ka problem në ndërveprimin social, në qoftë se nuk ka sjellje stereotipike, në qoftë se nuk ta shmang shikimin, kontaktin fizik, shikimin me sy, nuk do të mendosh që ka një problem që hyn në spektrin e autizmit. Kemi të bëjmë me një vonesë gjuhësore e lehtë që mund të jetë ose për shkak se nuk ose ashtu ka predispozitën ADN-ja e fëmijës, e tij është e ndërtuar që do zhvillojë gjuhë me vonesë, ose mundet që faktorë të tjerë të jenë pengus për zhvillimin e të folurit. Por thash, nëse fëmia po të komunikon drejt, nëse fëmia ndërvepron me ty, nëse fëmia luan me bashkëfushatarët, nuk do të thotë se kemi të bëjmë me autizëm apo ADHD. Thjesht ka nevojë për ta nxitur më tepër të folur. Edhe sa më shpejt të hyjë në shoqëri, apo thjesht edhe dalin në natyrë të luaj, aq më ndihmë aq për fëmijën që të eliminojë problemin. Pra socializimi është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm sepse nxit ndërveprimin. Dhe ndërveprimi ka gjithmonë zhvillim ose ecim përpara. Që doktorun duhet të pyesja nga praktika juaj, keni vënë re cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë prindrit lidhje me fëmijët e tyre? Shiko, krahasim me veten, pa e zhvendosur veten në kohë. Pra, prindi kërkon nga fëmia në mos perfeksionin, kërkon që të jetë i saktë në çdo gjë. Duke haruar që veta i në moshën e tij, në shumicën e rasteve ka qenë njësoj ose ka qenë më pak i zhvilluar. Sepse normalisht me zhvillimin e teknologjisë ose me zhvillimin ekonomik, me lirinë që përfiton gjithmonë e më tepër individi, edhe fëmia ka më tepër mundësi që të eksplorojë ose të shfaqejë vetveten më mirë. Dhe janë më të zhvilluar në raport, po themi, me vendet e mbyllura që kanë qenë diktaturë apo kanë qenë më tepër autoritare. Momentin që ti fëmijës i thua jo, për çdo gjë e frenon. Momentin që fëmia është më i lirë, ka mundësi që të shfaqë gjithë potencialin e vet. Kështu që fëmijët tash përgjithsisht janë më të zhvilluar se dje. Por prindi këtë e ka haron, thash se si ka qenë ai vetë në atë moshë. Gabimi i dytë është që nuk do të përmend ti evidentisi gabime, por që duhen shmangur apo duhen bërë. Më tepër komunikim, duke qenë se janë shumë ngarkuar me punë, mund ta gjejnë zgjidhjen në telefoni ose ngritja e zërit është prap diçka për tu eliminuar, sepse fëmia duke marrë një refuzim të prerë apo një ngritje zëri, ai do e shfaqi
bën efektin pasqyrë. Më që ti do bërtasësh, ai do i bërtasi ose motrës ose vllajt, ose do të bërtasi ty, ose do bërtasi diku tjetër. Pra nuk arrin që të arsyetoj, por thjesht kalon në vendimarrje apo në zgjidhje drastike. Kështu që sa më tepër komunikim, dhe duke e treta është alternativa. Momentin që fëmia po bën diçka dhe nuk arrin të realizoj në mënyrën e duhur, jepet zgjidhje alternative. Pra, një kujdes më eficient. Jo thjesht aty që nuk u vra apo po u vra të japim ndihmën, por të asistosh kur ai është duke vepruar apo duke mësuar, duke punuar, që edhe në qoftë se dështon, ti t'i japësh zgjidhje alternative. Pra mund ta provojmë në këtë mënyrë tjetër, mund ta bëjmë kështu, ose shikoj si e bën babi ose mami. Kur shikon që ai ka vështirësi, që et mos e humbasi besimit e vet, apo të ketë një partner ose një person i cili është aty po inkurajues. Pra rritjen e besimit dhe motivimin që do t'i japi prindi. Po në lidhje me rastet kur një fëmijë fillon flet, ndoshta ajo plotësoj të bëj fjali të plota, por flet. Edhe në një moment papritur nuk flet më. Pse ndodh kjo? Shiko, varet. Mund të jenë faktorë të ndryshëm. Shumicën e rasteve lidhen me autizmin, do të thonë që ka një ecuri normale fëmia, pastaj një moment caktuar stopoj për një herë preu. Dhe kjo është pak edhe e zakonshme tek autizmi, që ka një ecuri pozitive, pastaj bën regres. Edhe në këtë moment shumë prindër lidhen edhe me vaksinimin. Thonë sapo bëra vaksinë, bëri regresin. Në fakt vaksinë e bëjnë që të gjithë fëmijët. Do duhet që të gjithë fëmijët nda kishte dalë me autizëm. Por është thjesht shenjë e autizmit që mund të ketë një ecuri pozitive dhe pastaj bën stopimin. Pa diskutim që çdo frenim në zhvillimin e fëmijës duhet që të konsultohet me njëherë me neuropediatër ose me logoped, qoftë edhe psikolog, por asnjëherë nuk duhet neglizhuar asnjë shenjë ose asnjë indicie që mund t'i japi fëmia apo zhvillimi i tij. Gjithmonë një komunikim ose një mbajtje raportit më të afërt me neuropediatrin e zhvillimit bën që edhe një vështirësi e caktuar të kapet në kohë dhe të trajtohet. Pra kjo lloj problematike mund të cilësohet si shenjë alarmi? Patjetër. Por mund të mos ndodhi. Për shembull, po të marr rast personal, ne si dy logopedë që jemi burrë gruaj nxisnin fëmijën ton djalin e parë, të komunikonte, edhe duke dashur që të eksperimentonin, por ai realisht ka imituar jo të plot, por që e dallueshme, që në moshën 1 muajsh emrin e vet. Në moshën 2 muajsh ka imituar emrin e nënës vet, në moshën 3 muajsh mbi emrin, mendoj të flisë shpejt. Madje kemi edhe një video kur ka qenë 5 apo 7 muajsh në Instagram, ku ai imiton nënën e vet, bashkëshorten time pra, duke ngrënë. Edhe thot një fjali me 3 fjalë, jo të rregullt, por menduan të flisë shumë shpejt. Ai bëri një regres, pavarësisht se është një fëmijë me zhvillim normal. Dhe detyruan pastaj në moshën 25 muaj të fillonim terapinë dhe ka bërë 1 vit terapi logopedike për të eliminuar gjithë problemet që kishim ose gjithë vështirësinë apo mungesat të folur që kishim patur. Dhe sot është në funksionim normal. Pra jo çdo regres mund të lidhet me autizmin, por që duhet kontrolli pa diskutim. Duhet kërkuar ndihmë gjithmonë. Ka një moshë kur nuk mund të rregullohet kjo problematik? Deri në moshën 6 vjeç zhvillohet i foluri dhe përfundon normalisht të zhvillimit të folurës në njërin gjuhë. Por nuk do të thotë se edhe një fëmijë moshës 10 apo 12 vjeç nuk do të flasi. Varet nga vështirësia që ka, varet nga problematika që ka, varet nga diagnoza që ka. Sepse po të marrim për shembull një person i cili nuk ka dëgjuar dhe kemi pasur raste të tilla, është kapur me vonesë në moshën 12 apo 13 vjeç, mos gaboj. Sot ai fëmijë flet. Është një vajzë nga Kosova, por që ishte kapur me vonesë fakti që ajo nuk dëgjonte dhe implanti koklear ishte vendosur në moshë, në mos gaboj, 7 vjeç. Nga mosha 7 vjeç deri në 14 vjeç, deri në 12 vjeç të paktën, se nuk e mbaj mend mirë, kanë kaluar shumë vite, ajo nuk kishte marr terapi logopedike apo terapinë e duhur për zhvillimin e të folurit dhe pothuajse nuk fliste fare. Por ai fëmijë normalisht me terapi logopedike filloi të komunikonte. Vështirësia është që muskulatura ose aparati i folurit nuk stimulohet. Sa më shpejt kapet, aq më shumë stabilitet aparati i folurit dhe ka mundësi për të prodhuar zë dhe për të zhvilluar të folur. Sa më vonë të kapet, aq më vështirë është qoftë për ta vendosur
aparatin e të folurit në funksion, por edhe për të plotësuar gjithë boshllëqet që janë mbetur pas, sepse në qoftë se ajo është në moshën 5 vjeç dhe ka humbur 4 vite nga zhvillimi i të folë, do i duhen të paktën 4 vite për të arritur nivelin që do duhet të kishte, sepse normalisht rritet dhe shkon në moshën 9 vjeç. Pra për të arritur zhvillimin kronologjik të folurit, me moshën biologjike të duhet të njëjta kohë që është humbur. Tek autizmi për shembull, nëse do të kemi fëmijë me gradë të rëndë, mundet të themi që ky fëmijë nuk do të flasë asnjëherë. Por ka raste për shembull edhe me autizëm që ne e kemi nxjerrë në media. Po, mund ta ndani sërish me ne? Po, ai ka filluar të flasë në moshën 5 vjeç e gjysmë. Me këngën Do flas të Renis Gjokës. Do flas, po tani do flas. Dhe zëri i dilte i çertë tregojnë nëna dhe babai, sepse deri në atë kohë nuk kishte folur, ishte tamam si një zë i ngjirur. Edhe më gjithë pjesa u skuq në fytyrë dhe pjesa e qafës, domethënë sepse s'kishte folur për shumë kohë, dhe s'u bën nxirrte me një lloj tensioni apo lloj mlefi. Ka pas raste të tjera kur fëmia ka qenë 12 vjeç dhe kanë thënë që nuk do flasë më dhe ka filluar të flasë, thosh deri 100 fjalë brenda një ore terapie. Por thash sa më vonë të kapet aq më problem është. Po ju Ndërsa fëmia që tha që ka filluar të flasë 5 vjeç e gjysmë sot flet normalisht, ka ecur me matematikën, bën veprim matematikore, shkruan, lexon, komunikon në masën 75-80%, por nuk është se ndonjë shumë terapi. Edhe për shkaqe ekonomike u detyruar të largoj nga Shqipëria dhe nuk e di se çfarë bëhet me të, por që e di që është mirë. Në fakt më duhet të pyesja, ju si logoped, keni patur ndonjë rast tjetër që keni menduar që ky fëmijë ose edhe pak i rritur nuk do të flas, por ka ndodhur komplet e kundërta? Pra jeni surprizuar dhe ju? Ne vetë jo, e kanë thënë të tjerë që nuk do flasë dhe kemi vërtetuar të kundërtën, sepse nga natyra edhe unë dhe gruaja jemi çik luftarak, edhe nuk e pranojmë kur dështimin, edhe qoftë vetë qoftë fëmia. Normalisht kur bëjmë një gabim themi që gabuam ne. Por që mos suksesin e fëmijës nuk e pranojmë dot, duam të marrim gjithmonë maksimumin. Kështu që te këto raste që solla për shembull, është vërtetuar që fëmia flet. Pastaj gjendjet e shëndetësore në raste të caktuara për shembull e bën më të vështirë trajtimin. Pra kemi patur edhe rastin e një fëmie që cilësohej më i vështirë në Ballkan, si problematik sepse kishte autizëm, kishte epilepsi, edhe u kap vonë në kohë. Edhe prap thash ai fëmia arriti të thoshte deri 100 fjalë në orë. Por fakti që bënte krizë epileptike 4-5 herë në ditë, nuk ishte e qetë, ishte moshë e madhe, ishte pa menaxhueshme, vështirësonte trajtimin në vazhdim. Po të ishte kapur në kohë, do ishte akoma shumë herë më mirë sot. Por rëndësishme është që ka patur një progres. Po, por i ishte prerë që ky fëmijë nuk do flasi, edhe ndërkohë që foli. Të ka i fëmijë, domethënë, që kujtojmë tash, ka qenë problemi që nuk ishte integruar shpejt në shkollë. Sepse duke integruar shpejt në shkollë, ai mëson dhe sjelljen si të qëndrojë. Dhe ne realisht e kemi vendosur në moshë 12 vjeç e gjysmë, kemi vendosur klasë parashkollore, klasë 0 në shkollë. Edhe për surprizën e madhe të prindërve, ai fëmijë ka qëndruar aty. Vetëm se bënte kur nuk integrohen shpejt në shkollë, bënte diferencimin pavarësisht një fëmijë me vështirësi reale në gradë rënduar autizmit, e bënte diferencën e moshës. Pra i shmangte fëmijët e tjerë, e bënte me dorë, kështu që ti s'mund të qëndrosh me mua se ti je shumë i vogël. Unë jam e madhe, unë rri me të rriturit. Pavarësisht se nuk komunikonte, thash, por këtë gjë arrinte të dallonte. Ndalim pak, ju përmendet vështirësi, shumë prindër nuk i ndjekin fëmijët për shkak të vështirësive financiare. Çfarë mund të bëjnë ata në kushte shtëpiake? Por jo vetëm këta që kanë vështirësi familjare dhe prindrit në kushte shtëpiake do duhet të punojnë që të gjithë. Pra edhe një familje që ka mundësi monetare apo financiare për ta ndjekur me terapi, të paktën 40 minuta në ditë duhet të punojë. Çfarë do të bëj? Qoftë edhe aktivitetin e përditshëm, pra duke gatuar, mund ta marri edhe të gatuaj fëmia bashkë me nënën, sepse fëmijët që përdorin më shumë gishtat apo duart, lëvizja e duarve, motorika është e lidhur me qendrat e folurit, dhe sa më shumë manevron apo lëviz me duart, aq më shumë zhvillohet qendra e folurit. Kështu që edhe duke bërë brum në familje ose duke manipuluar me gjëra të ndryshme, qoftë edhe duke luajtur, duke treguar pralla, duke shfletuar libra, duke nxitur komunikimi, fëmia mëson.
mund të bëjmë terapi klasike, mund të bëjmë vokalizimet, mund të imitime shkronja, mund të mësojmë fjalë, por mund të bëjmë edhe pedagogji okupacionale ose pedagogji zhvillimi pa qenë profesionist. Thjesht duke e bërë fëmijën pjesë të aktivitetit familjar. Normalisht do kohën e vet, sepse duke qenë se prindit janë shumë të angazhuar, nuk i del koha, është koha për të gatuar, koha për të larë enët, koha për të shtruar krevatin dhe mbaroi dita, sepse 8 orë jemi në punë. Por që kur ka vështirësi, 40 minuta të paktën duhen gjetur që të punohet. Dhe i them gjithmonë prindërve, vendosni një orar, ora 18 deri në 18:40, unë do punoj, nuk jam më prindi i këtij fëmije, pavarësisht se fëmia e di që ti je nëna ose babai dhe mund të evitoj ose të shmangi në raport me një terapist apo një logoped që nuk e ka të familjes, edhe e di që atje shkon vetëm për punë, kurse nëna dhe babai është edhe për argëtim, edhe për kënaqësi, edhe për tjera. Por duhet që të mos përfshin emocionalisht, por ta kemi vetëm si punë. 40 minuta çdo ditë duhet punuar. Thash qoftë për të nxitur për të folën, qoftë edhe për aktivitete ndryshme, qoftë edhe vizatimi, qoftë me plastelin, qoftë edhe me ujë, se fëmijët e kanë qef ujin. Edhe nëse laget, do e thajnë banjën, por që të paktën do ndihmojnë fëmijën. Në lidhje me përmendëm pak mënyrën se si prindrit komunikojnë me fëmijën, a ndikon agresiviteti i prindërve? Pra, kur një fëmijë belbezon, a është kjo një faktor që ndikon për mënyra si prindi sillet me të, apo belbezimi vjen nga shkaqe të tjera? Belbezimi ka shkaqe të tjera, nuk është se vjen nga që bërtiti prindi, por kjo mund ta pengoj fëmijën që ka vështirësi në artikulim, pra vështirësinë përdorimin e belbezimit, sepse krijon pasiguri. Por jo vetëm e bërtitura, edhe hiperkujdesi, edhe mjaft mos i përtas thjesht kur i thuaj që thuaj mirë, ose mimika e mërzitur, shprehja e fytyrës e mërzitur e prindit ose e mamit ose babit, apo pa kënaqësia, vjen duke tash ky hiperkujdesi prapë e frenon, sepse ai ndihet gjithkohë i monitoruar. Njëkohësisht humbet besimi që unë nuk do flas dot në mënyrë normale si gjithë fëmijët e tjerë, sepse unë jam përpjekur shumë, por mami s'ka besim tek unë ose babi s'ka besim tek unë. Dhe mungesa e besimit të prindërve reflektohet në mungesë besimit të tij. Kjo e vështirëson akoma më tepër. Por thash nuk është se është faktor kryesor për nisjen e belbëzimit. Belbëzimi nis moshën 2 deri 3 vjeç, që është belbëzimi fiziologjik, dhe nëse prindërit janë të kujdesshëm që të mos ia vënë në duke, të mos i thonë thuaj edhe një herë fjalën, por të jenë ata të cilët atë fjalë ose fjali ku fëmia ngec ta thonë në mënyrë korekte dhe me anë të imitimit të prindërve, fëmia ka mundësi që ta eliminojë përdorimin e belbëzimit, të mundet që të kërkojnë ndihmën ose bëjnë sikur se dëgjojnë, t'i japin kohë të shprehet. Pra edhe kjo mungesa e kohës, sidomos në shoqëri është më e theksuar, por ndonjëherë edhe prindit janë pakujdesshëm që nuk i japin kohë fëmijës ose e shmangin fare. Se ti na lodhen me ti flet kështu, s'do rin të dëgjojmë ty në tash një orë, edhe vazhdojmë mohabetin duke shpërfillur. Kjo i jep atij të kuptojë që ata nuk e vlerësojnë. Të paktën të folën me ti. Edhe mungesa për këtë mungesë besimi, kjo mungesë besimi nuk e bën të jetë i qetë në momentin që komunikon, sepse truri i tij pastaj më shumë se sa të ke folura, do të mendoj se çfarë po mendojnë të tjerë ose si do e presin mami ose babi, ose do presin momentin e reagimit negativ nga mami ose nga babi apo nga bashkëbiseduesi. Dhe duke zhvendosur tash vëmendja e tij predominon ankthi ose stresi në raport me mesazhin që ai do japi. Dhe normalisht kjo e vështirëson eliminimin ose trajtimin e belbëzimit. E qartë. Po në lidhje me prindrit që i kuptojnë shpejt fëmijët e tyre, dhe kjo është diçka shumë e mirë, por duke i kuptuar shpejt nuk e lën atë të përfundoj fjalinë, edhe thonë, të kuptova dhe a ndikon kjo në zhvillimin e të folur? Patjetër, tek ajo, si thash për belbëzimin që ti nuk e lë të marrë kohën e vet të shprehet, edhe e frenon, edhe këtu prap ti e kupton që ai nuk po e shqipton korrekt dera ose krëri ose domaten apo një fjalë të caktuar dhe ti e ndërpret për një herë, okay, mora vesh, por nuk po e le të ushtrohet që të përmirësoj vetë në mënyrë automatike atë fjalë ose ato fjalë që ka probleme apo të shprehet edhe më gjatë për treguar histori apo për treguar një aktivitet nga dita. Kështu që i duhet dhënë koha, duhet trajtuar si i rritur. Pra në momentin që ti do të respektojnë të tjerët,
edhe ti duhet të respektosh fëmijën, pavarësisht se ai është fëmijë, duhet që trajtohet me dinjitet. Duhet të respektuar që të marrë kohën e vet. Nuk mjafton vetëm t'i japësh ushqimin, ta veshësh, t'i japësh dashuri me përqafime etj, por edhe këto detajet tregimi i respektit, trajtimi me dinjitet i fëmijës janë shumë të rëndësishme për atë çka do jetë nesër në adult. Shpesh ta gabime nga ana e prindërve bëhen në mënyrë të pavetdijshme. Pastaj rëndësishme është që ata të vetëdijsohen në mënyrën se si të sillen me fëmijën e tyre. Vetëdijshme është në shumicën e rasteve sepse po të ishte i vetëdijshëm që do bënte dëm të pallogaritshëm për të ardhmen, nuk do e bënte diçka të tillë. Vjen edhe nga fakti që nuk kanë kohë, tensionohen nga dita ose nga hallet, mund të jenë halle ekonomike, mund të jenë stresi nga puna që mbarten në shtëpi. Pse ma tha po ndhën si këtë ose pse ma bëri kështu kolegi apo kolegu, mundet që të jetë një mosmarrëveshje familjare ose shoqërore etj. Ose presioni punës se mund të jenë shumë punë për të bërë dhe i bien për shkurt. Por thash, nuk është se duan të dëmtojnë fëmijët, duan maksimum nga fëmijët e tyre. Vetëm se duhet të dinë të menaxhojnë përgjegjësitë apo streset që mund të kenë në raport me fëmijën. Pra të mos jetë fëmia viktimë e ngarkesës tënde emocionale. E qartë. Kemi dhe një rubrikë Pyet mjekun ku janë disa pyetje të cilat kërkojnë përgjigje nga ana juaj si logoped. Fëmia im kupton gjithçka por nuk flet. A është normale? Normale nuk është. Por thash, duhen parë shenjat e ndryshme, duhen parë elemente ndryshme që folëm më përpara. Apo të komunikon jo verbalisht, kur ti e ke fëmijën pranë, a është fëmia me ty pranë? Pra nëse ti e merr fëmijën krap, po themi. Dhe normalisht fëmia do të shikonte ty në sy. Apo të shikon vërtet fëmijën në sy apo është shmang në tangenciale shikimin. Kur ti i thret, a të kthehet fëmia, të dëgjon apo jo? Apo komunikon ky fëmijë me bashkëfushatarët apo luan me bashkëfushatarët apo i ndan lodrën me bashkëfushatarët apo jo. Kështu që nëse zhvillimi i përgjithshëm i fëmijës është në rregull dhe ka vetëm probleme të folurit, mos përjetoni stres, mos përjetoni në ankth, sepse stresin dhe ankthin tuaj të parsyetueshëm, fëmia e percepton dhe do e marrë dhe fëmia atë ankth dhe do e reflektojë atë ankth. Me këtë rasti që më ndodhi me këtë zonjën, nuk është e para, sepse shumica e prindërve që janë anksioz e përjetojnë ankthin tek fëmia dhe edhe kur ti i thuaj që shikoj se fëmia është në rregull, mund të kalojë 2-3 ditë, edhe prapë thotë jo, po ka diçka. Bërje krahasim me të tjerët është shumë problem. Fëmia i shoqës ose i shokut tim është shumë mirë, ky imi nuk është. Dhe ndonjëherë duket kur e thua shpesh herë, fëmia mund të mendojë që mami ose babi do ketë dashur të ketë fëmijë, atë fëmijën tjetër sa mua. Dhe krijohet një tensioni ose një ftoje në raportin e fëmijës me nënën ose me babain. Por thash që jo çdo problem do të lidhet me një problem serioz neurologjik apo psikiatrik. Fëmia im thot vetëm 2-3 fjalë në moshën 2 vjeç. Duhet të shqetësohen? Po, mirë është të marrë një nxitje në atë moment, sepse normalisht do të ishin diku tek 200-300 fjalë për moshën që ka, të paktën 50 do të ishin. Më një 2-3 fjalë normalisht që mirë është që të fillohet ose me terapi logopedike ose të shikohet nga një neuropediatër një vlerësimi i përgjithshëm i fëmijës ose neuropsikiatër infantil për të parë që kemi thjesht të bëjmë me një vonesë gjuhësore, pra defekt artikulimi apo kemi shkaqe të tjera serioze të cilat duhen konsideruar dhe duhen nisur trajtimin. Pse fëmia im flet në shtëpi, por jo në çerdhe apo kur është me njerëz të tjerë? Pasiguria. Pasiguria. Nëse fëmia flet më shumë në shtëpi, është sepse ai ndihet më i sigurt në shtëpi. Do të thotë prapë që ai është një fëmijë shembullor ose një fëmijë i mirë për komunitetin sepse e përjeton vetë stresin dhe nuk e shfaq në kopësht, por e shfaq në shtëpi aty ku ndihet komod. Normalisht që duhen gjetur mënyra për ta trajtuar ose për ta zgjidhur thjesht si fillim duke komunikuar me edukatoren për të thënë që fëmia do pak më tepër kohë ose do pak më tepër kujdes, ose edhe me psikologun e çerdhes apo të kopshtit për të eliminuar problemin aty. Sepse normalisht nëna nuk mund të qëndrojë në ambientin e fëmijës në kopësht për t'i dhënë atë besim e siguri, por duhet që stafi akademik aty të jetë më i vëmendshëm ndaj këtyre problemeve. Unë them edhe këtë gjithmonë, qoftë te puna ime si logoped, por edhe tek kur është vendosur tek shkolla, domethënë, nuk është faji i fëmijës pse nuk ka një ecuri pozitive apo arritje të larta akademike. Është faji i personit që merret. Pra qoftë logopedi, qoftë mësuesi, pse fëmia nuk ka potencial, sepse një fëmijë që do të ketë sukses apo që mëson shumë, edhe ku do duash ai do mësoj. Aftësia
e kujdestarit, e terapistit, e mësuesit është të marrë një fëmijë me mungesë motivimi ose me një inteligjencë poshtë normales, ta bëjë suksesshëm. Aty është vërtet punë. Pra, ndikon shumë. A ndikon fakti që fëmija arri shumë me gjyshrit apo me dadon në zhvillimin e të folurit? Ndikon në dy drejtime. E para që nuk ka fort nxitje komunikimi, siç mund të jetë në kopër, sepse për shembull në shtëpi është vetëm nëna. Që gjyshja mund të gatuajë në një moment, ose mund të shikojë lajme, ose mund të flasë me një shoqë, mund të pi një kafe. Dhe nuk e ka fort kohën për ta nxitur që të zhvillojnë të folurin bashkë. Kurse në kopësht apo në çerdhe janë 20 ose 30 fëmijë. Sikur nga një fjalë secili janë 20 fjalë. Nga 10 fjalë bëhen 200 fjalë, 300 fjalë. Dhe njëkohësisht ndër veprimi i bën ata që të zhvillojnë më tepër të folurin, të jenë më të avantazhuar në raport me qëndrimin në shtëpi. Nga ana tjetër është pjesa e sjelljes, pra nëna gjyshi ose gjyshja janë pak më të dobët në raport me fëmijën, sepse nuk kanë përgjegjësi direkte tek ai fëmijë. Tek fëmia yt ke përgjegjësi direkte që ai përveç se të mos i mungojë asnjë gjë, po edhe të edukohet. Përveç se të plotësojnë dëshirat, po edhe të bëhet një person i suksesshëm në jetë. Dhe tek gjyshja ose gjyshi është vetëm pjesa e dashurisë. Pra, përgjegjësinë për mirëritjen e tij dhe për edukimin e suksesin e tij e kanë prindërit. Gjyshi dhe gjyshja duan vetëm të kalojnë mirë me të. Dhe normalisht i plotësojnë çdo dëshirë, çdo tek. Dhe mund të kthej pak mbrapa sjelljen e fëmijës, mund të kthej punën e familjes mbrapa ose të mësuesit dhe të kujdestarit apo edukatorit në institucionet arsimore. Kur duhet të heqim çuçin që të mos ndikojë tek të folurit? Të them të vërtetën, nga historia personale në të dy fëmijëve s'kem përdorur asnjëherë çuç. Asnjëherë. Por të paktën në moshën 9 muajshe mirë është hiqet. Nuk e kemi përdorur sepse edhe mund të lodhi nofullat, edhe mund të pengoj të folurën, sepse duke i vënë kape në gojë ti i thua mbyllë gojën. Kështu që për ne mirë është mos e përdori. Mjafton kontakti që ka me gjirin e nënës kur ushqehet dhe nuk ka nevojë për atë. Lere fëmijën që të shprehet. Le çaj sa më shumë sepse tregon që është një fëmijë më i gjallë, fëmijë me karakter, fëmijë që kërkon. Nuk është një fëmijë që qëndron tu ladra apo flet gjumë. Kur i vë çuçin në gojë duket sikur ti po i thua mbyllë gojën edhe mos më lodh kokën. Pra ju nuk e rekomandoni? Se kemi përdorur te fëmijët tanë dhe se ka rekomanduar të tjerë. A ndikon mungesa e kontaktit me fëmijët të tjerë në vonesën e të folurit? Besoj këtë? Po, besoj që kemi përsëritur këtë gjë, domethënë është sa më shumë ndërveprim në çdo fushë. Kur ka ndërveprim, ka eci përpara. Kur nuk ka ndërveprim, nuk ka as motivim për të shprehur ose për të rivalizuar, për të garuar dhe normalisht që nuk kanë. Qoftë edhe në shkencë, kur nuk ke rival apo nuk ke ambicie për të bërë karrierë akademike, do qëndrosh në vend dhe nuk do ketë zhvillim. Sa minuta ekran në ditë konsideron të rrezikshme për një fëmijë? 0 deri në 2 vjeç nuk do të ketë fare ekspozim. Sepse shikoj her pas here për shembull ose poshtohet gjithmonë më tepër që i vendosin telefonin tek koka edhe kur e kanë me karrocë. Pra edhe sapo ka lindur fëmia 1 muajsh, 3-4 muajsh, 6 muajsh, ka telefonin te koka dhe duket se po vjen gjumë. Jo, e para sepse telefoni ka rrezë dhe i dëmton ato valët e telefonit e dëmtojnë fëmijën. E dyta, fëmia ka nevojë të dëgjojë zërin e nënës e të babait, ka nevojë të dëgjojë zërin e fëmijëve të tjerë, nuk ka nevojë të dëgjojë atë aparatin e telefonit aty. Po, ti mund të vendosësh muzikë klasike, muzikë qetësuese me zë të ulët, gjatë kohës që ai flet gjumë, me pak zë, edhe mund të ketë një ambient më të këndshëm. Por që të vendosim telefonin te koka, nuk është e dobishme. Në moshën 2 deri në 3 vjeç mund të shohë gjysmëore televizor, por jo telefon, sepse ekrani i televizorit është edhe më në distancë. Pra nuk dëmton as shikimin e syve. Nga mosha 3 deri në 6 vjeç mund të shohë 1 orë maksimumi televizor në ditë. 6 deri në 12 vjeç mund të shohë 2 orë maksimumi televizor dhe pas moshës 12 vjeç mund të marrë telefonin ose kompjuterin. Por që sa më pak teknologji, aq më mirë është. Edhe sa më pak lodra në fakt aq më mirë sepse ndalin pak të lodrat, se duket edhe mua pak e çuditshme pse. Shiko, më pak lodra e bën që fëmia të jetë më i përqendruar e të jetë më kreativ ose të zhvillojë imagjinatën më tepër. Nëse ti jep fëmijës, po themi, një cop drase, ai atë drasë mund ta imagjinojë si makinë.
mund ta imagjinoj si vark, mund ta imagjinoj si avion, mund ta imagjinoj si një kukull druri. Pra, ai e gjen vetë se me çfarë ka dëshirë të luajë. Në momentin që ti jep shumë lodra, ai shpërqendrohet dhe nuk di çfarë të marrë më përpara. Sepse e ka vështirësinë për të menaxhuar emocionet. Në momentin që ti jep shumë aty, e mbush të gjithë, po themi, hapësirën e fëmijës me lodra, ai do kapi lodra sepse i pëlqen dhe nuk do mundet që ta kuptoj gjithë fizikën e asaj lodre, gjithë si është ndërtuar, çfarë materiali ka, përse mund të përdoret. Dhe nuk i lë vend asaj imagjinatës. Pra ai e shikon që kjo është një kukull dhe me këtë kukull ne mund dalim shëtitje ose mund ta veshim, mund ta zhveshim. Momentin që thash do kapi $1, do kapi $1 tjetër sepse nuk do i pëlqen gjithë dhe nuk e di se me çfarë do të luajë më tepër. Kështu që kur jep alternativë fëmijës mund t'i japësh 2 lodra që mund të zgjedhë, por edhe një lodër mund të mjaftojë që thash i zhvillon imagjinatën dhe ai mundet që të fantazojë, mund të shkojë edhe në hën me një copë druhi. Shumë e bukur kjo, nuk e dija. A ndikon lindja premature në zhvillimin e të folurit? Po, ka raste që po ndikon, domethënë, sepse nuk është përgatitur akoma muskulatura e tij për të zhvilluar të folurin. Dhe nuk është se kemi fort raste të tilla, por që është një nga elementet që e pengon zhvillimin e të folurit. Duhet patur kujdes, tek fëmia prematur jo vetëm zhvillimi i të folurit, por zhvillimi i përgjithshëm i fëmijës do monitoruar vazhdimisht nga mjeku. Fëmia im nuk përgjigjet kur i thrasim në emër, a është kjo një shenjë alarmi? Varet, fëmia mundet që të duke eksploruar dhe mundet që të ndjetë të komfort me veten, vazhdon me lojrat e veta, me aktivitetin e vet dhe nuk do që të reagoj. Sepse mund të ndjetë një princ ose një princeshe dhe vazhdon me ritualin e vet. Por mundet që edhe të nëse në asnjë moment nuk e kthen kokën, duhet që të po, në moment që nuk ndodh asnjëherë, atëherë duhet që të konsultohet, sepse mund të ketë edhe humbje të dëgjimit. Edhe thjesht ka vështirësi me dëgjimin që duhet ndihmuar nga mjeku ORL për ta zgjidhur si probleme dhe të fillojë që të komunikojë. Mundet që të jetë pastaj edhe probleme të tjera që mund të lidhen me autizmin ose me çrregullime të ndryshme, por jo gjithmonë. A ka ushqime, vitamina apo faktor biologjik që ndikojnë në zhvillimin e të folurit? Pra, a ndikojnë këta në? Ne nuk është se as nuk kemi licencë për të dhënë vitamina edhe këto, por që normalisht çdo fëmijë tani po i merr vitaminat nëpërmjet gjirit të nënës ose edhe me pika nga goja. Dhe ato janë elementë që ndihmojnë. Por nuk është se vitaminat apo suplementet caktuara mund të zhvillojnë të folurin. Kur kemi të bëjmë me fëmijë për shembull që mund të jenë 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç edhe thonë merr këto suplemente, merr këto vitamina sepse do ndihmojnë. Kjo nuk është e vërtetuar. A ka raste kur prindit panikohen kot dhe raste kur i neglizhojnë shumë fëmijët? Patjetër që ka. Patjetër që ka, lidhet edhe me karakterin e nënës ose të babait, por përgjithsisht nënat janë më të ndjeshme dhe çdo element e shikoj me dyshim ose me pasiguri. Por ka edhe nëna që nuk ose edhe baballar për shkak që thonë nuk ka asnjë gjë, do i vi goja me vonesë, kështu i ka ardhur daja se xhaxhajt, apo kështu kemi pasur një histori familjare ne, apo kështu thot gjyshja apo gjyshi dhe neglizhojnë derisa vjen një pikë që dorëzohen edhe kërkojnë ndihmë. Por mund të jetë kjo 4 ose 5 ose edhe 6 vjeç që vështirësia bëhet më e madhe, sepse në momentin që e kap herët, të duhet pak kohë për ta eliminuar si problem. Në momentin që e kap vonë, është një punë më e madhe. Kur është pika kur prindit nuk duhet presin më? 18 muaj duhet bëhet konsulta e parë. 2 vjeç pastaj s'kapset presin më. Domethënë, kur logopedi ose neuropediatri apo neuropsikiatri e konsideron që mund të pritet deri në 3 vjeç për të nisur terapinë, mund të pritet, sepse është një vlerësim profesional. Por prindi nuk kapset presi pas moshës 2 vjeç. Duke qenë si jemi në fund të intervistës, unë do doja nga ju një këshill që do doja t'ju jepit prindërve, të cilët kanë fëmijë që kanë vonesë në të folur. Atë që e them gjithmonë në çdo intervistë, sa më shumë komunikim, qoftë edhe gjysmore, kur nuk ka asnjë vështirësi në të folur, qoftë gjysmore, se si ka kaluar fëmia, duhet bërë. Një lexim para e gjumit duhet bërë, sepse fëmia flet më i qetë. Edhe e ndërton marrëdhënien me prindin,
po ajo pralla e çon drejt gjumit më ëmbël. Në qoftë se fëmia ka vështirësi, do të thashë që komunikimi duhet të paktën gjysmore nëse është shumë i ngarkuar me punë. Më që fëmia ka vështirësi të tregojë se si ka kaluar në kopësht ose ka frikë të tregojë sepse ndoshta prindi do shkojë të ankohet tek edukatori apo tek mësuesi dhe fëmia ka hallin pastaj se mos mësuesi apo edukatori do hakmerret ndaj tij. Mira është që të jetë komunikim alternativ. Ti e shikon që ai nuk po arrin të shpjegohet ose arrin të tregojë, ti mund të tregosh një histori nga vetja ose historinë e tij, sikur ke qenë ti në moshën e tij me një vështirësi të caktuar, që ai të krijojë besim të fillojë të shprehet. Pra, kur ne komunikojmë me fëmijën, në momentin që fëmia ka vështirësi, ne i japim një mënyrë alternative se si mund të komunikohet. Pastaj, kur ne komunikojmë, ne kuptojmë ka apo s'ka vështirësi dhe nuk na vjen një ditë, ndoshta pas 5 apo pas 10 vitesh, ku ai thoi që ku ishe ti kur unë kisha nevojë më tepër. Ti s'ke qenë asnjëherë për meje, sepse kemi qenë në një shtëpi. Kështu që këto me anë të komunikimit to shmangen. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit ju miq që na ndoqët dhe shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.